Përshëndetje të dashur miq të mi, fillimisht njëherë ju uroj të gjithëve, gëzuar këtë ditë të bukur, këtë ditë të premte. Dita sot ka nisur me diell, është një ditë shumë pozitive. Uroj që në fakt ky pozitiviteti të na shoqëron gjatë gjithë ditës, por fatkeqësisht nuk mund t'i shoqëron banorët në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë që më është kërkuar shumë nga ndjekësit ta komentoj edhe një herë. Dhe pyetjet që më së shumti bëhen për natën e mbrëmshme është a do të ketë një zarf të zi për Rogertin. Tani të jemi sinqertë, do të thënë këtë gjë e presin dhe banorët brenda. Gjatë kohës mbrëm kur po qëndronin të shtrirë në krevatet e gjumit, Rogerti, Miri, ë Juela, e disa e shumë banorë të tjerë domethënë, bisedonin për një zarf të zi. Rogerti thotë që unë e njoh shumë mirë këtë format dhe e di shumë bukur se ku mund të vijë zarfi i zi. Zarfi i zi thotë mund të vijë brenda shtëpisë së Big Brotherit ku tjetrin e prek në familje. Dhe realisht Rogerti këtë gjën e ka bërë shpeshherë dhe nuk e kuptoj pse atëherë nuk ka mbërritur zarfi i zi pasi që Rogerti e njeh ka mirë këtë format. Por gjithsesi domethënë, publiku normalisht është entuziast të di përtej saj, a do të ketë një zarf të zi brenda shtëpisë. Tani, unë e di që sponsorat kanë një rol shumë të rëndësishëm brenda në shtëpinë e Big Brotherit dhe sponsori është mbreti mbi mbretësh. Domethënë pse e them kështu? Sepse e para një herë për të bërë pjesë e një formati si Big Brother, duhet të paguash. Nga që Top Channel është një televizion, është një media ndërkombëtare, por që me këtë reality show po gjeneron klikime të frikshme dhe normalisht për të hyrë në këtë trendin e madh, duhet patjetër që të japësh lek. Dhe sponsorat që kanë ardhur natën e mbrëmshme për të qenë pjesë e dasmës Selin edhe Gimbo, ë kanë paguajtur që të bëhen ato dekore, siç në kupton Sara Event, në qoftë se Sara, që është një, domethënë një personazh emër në Shqipëri nuk ka paguajtur, është emër i njohur, po të tjerët po. Të tjerët po. Domethënë të tjerët kanë paguajtur. Dhe të hedhësh në tokë, të shkatërrosh gjithçka, të derdhësh tortën që realisht është shumë e shenjtë dhe ka shumë vlerë, sepse nuk ishte në fakt e tëra torta ajo, po ishte vetëm pjesa sipër, pjesa tjetër ishte, le të themi plastike, por nuk është e bukur, të shkatërrosh komplet ambientin, unë e pash vetëm te Rogerti. Tani, a u tolerua nga produksioni? Normalisht që u tolerua nga produksioni, sepse Rogertit nuk ju ndalua nga ana e produksionit, nuk ju tha kujdes mikrofonin, nuk u thërit në dhomën e rrëfimit pas asaj që e bëri dhe normalisht domethënë produksioni dëshironte që të bëhej kjo gjë, që të rritej klikimet, të rriteshte shikueshmëria dhe të shtoheshte dinamika, të komentoheshte për këtë ngjarje. Tani, a do të ketë një zarf të zi brenda shtëpisë së Big Brotherit pikërisht për këtë ngjarje? Unë nuk e besoj. Nuk e besoj sepse unë mendoj që kjo situata ka qenë e planifikuar, nga që nisi me një publikim të një videos në Instagram, ku produksioni i Big Brotherit publikon një video ku Rogerti në dhomën e rrëfimit ndjehet i lënduar që nuk e kanë thëritur në dasëm dhe shpreh kërcënimin që t'ua prish këtë dasëm. Domethënë, Rogerti është duke e bërë me mishe me shpirt, lojë në shtëpinë e Big Brotherit dhe është duke luftuar me mishe me shpirt që të arrijë domethënë ta shndrojë në një ndër formatet më të ndjekura në vite, ëh, dhe këtë gjë në fakt po arrin ta bën Rogerti, që në ditën e parë. Domethënë zarf të zi nuk mendoj që ka, sepse kjo e gjitha ishte në bashkëpunim me produksionin, me patjetër në dhomë të rrëfimit Rogerti mund të ketë marrë edhe mësime se si ta bën këtë gjë, sepse kurreshtja mbrëmje të gjithë shqiptarëve, të cilët e kanë ndjekur këtë dasëm, sado që ka qenë për dasmën e Gimbos edhe Selin, po ka qenë edhe për faktin që të shohim se çfarë do të bën Rogerti. Do të thënë, Rogerti është një
e mirë e të keqes, sepse i suporton banorët, mbrëm Selinën e ka suportuar jashtëzakonisht shumë, por veprimet që bëri ishin veprime që ishin të pakontrolluara nga ana e Rogertit. Domethënë Rogerti u revoltua. Ai nxori një lloj inati, një lloj mlefi nga vetja e tij, pastaj domethënë u mundua që atë gjën ta arsyeton me faktin që jemi këtu në një lojë dhe kjo nuk është një dasëm e vërtetë. Tani a do vazhdon Rogerti të lufton po kështu dhe a do t'jetë po ky Rogerti në prime, me patjetër që nuk diskutoj që ky Roger do t'jetë, a do t'jetë djali që do t'i thotë të gjitha fjalët, do t'jetë, sepse unë në fakt mbrëm prisja edhe Arbrin dhe Monikën në dasëm, sepse në të gjitha dasmat më herët opinionistët kanë qenë pjesë e kësaj feste të madhe, pasi që vetë produksioni paralajmëroi mysafir special në festë dhe kur thua mysafir special nuk mund të jetë këngëtarja. Këngëtarja nuk është mysafire speciale, nuk mund të jenë defatorët, nuk janë mysafire speciale, ato janë surpriza speciale për çiftin, por mysafir special janë ato të cilët do të darkojnë, do të mbushin ambientin, do të kënaqen me dasmorët dhe me çiftin. Dhe kështu në këtë rast nuk e pash Arbrin dhe Monikën, arsyet me qenë që nuk ka qenë Arbri dhe Monika, mendoj që nuk do të mundeshin ta ndalin dot Rogertin, as Ledioni nuk do të mundeshte dot ta ndalen dhe kjo është arsyeja mendoj që nuk kanë ardhur në këtë festë. Domethënë, nuk presim një zarf të zi, nuk besoj që do të futet zarfi i zi brenda shtëpisë për ngjarjet që kanë ndodhur, nuk është e tolerueshme dhe nuk është e bukur, domethënë të fyesh edhe të ofendosh sponsorat, duke e ditur se sa strikt i kanë sponsorat e tjerë brenda shtëpisë, që banorët edhe qoftë nuk mund të marrin për shembull le të them një banane më shumë sepse menjëherë vllau i madh reagon që është e pjesa e sponsorave, domethënë i kanë shumë të shenjtë sponsorat. Por mbrëm ishte puna që të rritet shikueshmëria dhe të rriten klikimet dhe duheshte patjetër që të bëhet kjo lëvizje e madhe. Rogerti mendoj që do vazhdon edhe më ashpër me banorët sepse ditët po po ecin, tensioni po shtohet, inati po shtohet, po afrohet drejt finales data. Banorët kanë mbledh, do secili që të fiton dhe mendoj që Rogerti do lufton jashtëzakonisht shumë. Tani për Rogertin, ajo që bëri mbrëm është në kuadër të Big Brotherit, në Big Brotherat e botës së jashtme, domethënë këto gjëra janë më se normale, këto gjëra ndodhin dhe mendoj që kjo gjë do të do t'jetë shumë okej edhe për opinionistët sepse Rogerti ka provokuar. Më vjen keq për Selinën, sepse Selinës ju prish dasma, nuk mund të themi që nuk ju prish dasma, domethënë ambienti u shkatrua, tensioni ishte, lufta qëndronte, nuk është që nuk qëndronte, por Rogerti mbrëm u duk, më vjen keq që po e them këtë, që është lojtari i produksionit dhe kjo është më se e kapshme në këtë lojë. Unë tashmë do të shkëputem, dua të marr mendimin tuaj, vazhdoni të më ndiqni me subscribe dhe lërni koment në analizat e mia.